I soli. Vajde, faleminderit. Te kapim si kamericën. Este te... To? Može i... Urime, Gzofshi. Urime, Gzofshi, shumë urime, Fala. Atër gëzuar për shpinë e re. Da, hoćemo po jednu Ajde gëzuar, urime. u ime svih povraćenih Srba. Živeli. Për të mirë. Zoti ministër, me që inauguruat edhe një shtëpi për njerëzit se cilët janë kthyer, një fjalë nëse ka mundësi për audiencën e gjerë. Po, patjetër për audiencën e gjerë, mendoj që kthimi i sërbëve në AD është një hap përpara bashkë punimit me Evropën e kështë më radhë. Unë mendoj që i kemi qitë në Selame, se thot populli një 5 krejna, 5-6 frymë, sa fëmi ke, zdi sa fëmi ka, kësh këgja fëmi. 3 u Kragujevec i žena. Po, do thot 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Unë edhe Bogoljub. Shumë fëmi pas ka, kështu që unë mendoj që këtë shtëpi që e kemi marru është shumë hap i mirë për ministrin tonë, edhe jam i lumtur shumë me kthimin e Sërbëve faktikisht në AD-në e Kosovë. Ne, si Ministri e Mirë që jem, gjetëm disa fondet fjetura në bugjetin tonë, dhe ja blem këtë vetur këti njerit që është këtu. Le ta gëzojmë me familje, me quna, me fëmi, me gru e kështu me radhë. Sa ta shtëpi me radhë është kjo që keni marrë për ta cilë? Po, këthimi thret, do thotë, këthimi thret është shtëpia e 2-13 nëse s'gaboj. Jest moja 13. 13, po është prej bugjetit Kosovës, është shumë normale. Faleminderit. Faleminderit ju. Zonja Ministresh. Shtytri fjalë nëse ka mundësi të lutem pak për kthimin e këtyre. Mendojmë se është një nisme shumë e mirë, jemi shumë të lumtur që është kthyer edhe një serb i vogël, po mbi të gjitha është një serb. E vërtet, me vërtet. Mirë. Faleminderit shumë. Ja? Fali, ajni i lumtur që sot vërtet jeni kthy në Kosovë dhe po e shoh edhe një vetur aty dhe shpinja ka. Danas je jedan veliki dan. Miloš i moj sin Bogoljub, došli smo opet ovde u Kosovo i sve je lepo, mada ima jedna mala greška i to je što se tiče... Shpia male shumë, kush po pagun rum mu? Problem. Po, kjo dihet gjithtash, po mos të kalon pazarllëk kjo punë, po dihet që këta e kanë kogja me që janë minoritet këtu dhe e kanë kogja të lirë punën, po në raste shumë... Ne qujem dobro. Ruma mu? Ta rrujt ty vesh pak ma vonë, se tash kem do punë tjera, po më nej punën e rrymës, mendoj që këta e kanë kogja me lirim, edhe tash me bashkëpunim me ministrit tjera në të mundojmë dhe t'ja gjem një post ose një vend punë. Vazhdojnë ta kenë me lirim, edhe ma tutje. Pa tjetër po. Këta bile ka raste, shumicën e rasteve nuk pagujnë rrymë. Shumë dhe kemi qytezën, Graçanicën, afer këtu që ata nuk pagujnë rrymë pej mas lufte. Po kish edhe një problem. Keri mil, po ky janë nafta shumë. Kush po pagun mu nafta për kenë? Tash mendoj që veç kalum dika tjetër, po lutë merr fjalën zoja ministresh. Po mendoj se ky nuk është problem. Mendoj që do të bëjmë zgjidhje edhe për këtë, për një vit do ta bëjmë të gjitha shpenzimet e naftës do të. O sinko, pa danas je Svetog mi Petra jedan veliki dan. Mada? Çaj ka që pas ke fort mira. A jeste, babagjush mu, une mi Bogoljub? Bogoljub? Da. Zoti Lazarević i vogël, a i knaqën ti me shtëpinë që ta kanë marru? Da, falla. Dobro. Edhe ky merr vesh Shqipa mirë. Sa mirë. Atëre, zoti Lazarević e Gzofshi,
Fala. Po i përshëndes gjithëve edhe unë Fala svim što ste došli. Fala. Faleminderit për Fala ti, to je baš lepo, znate. Mislim da je... Babuji, çakete në Kallabllak. E, more birë. Baba jetë me shumë shuk. A vra të luftu kuna si ty në Hasmif, e ta këty në për i marojnë shpija. Babuji, shkajin edhe në Kosovë. Po, birë, edhe na jenë në Kosovë, po neve nuk përnashojnë. Bile për qështu s'po kom qef, hish me kom. Kosovë. O, Kosova për toni, s'kom vish për neve, ja.